bekimin Papaspyrat Viktori, faleminderit për ftesën, edhe kisha dëshirë dhe s'kisha shumë dëshirë, sepse flasësh për Kreshmen është dhe letë në pamjet e parë, po është dhe letë është e vështirë ta zbatosh, aq më tepër të mësosh dhe të tjerë si do të zbatojnë Kreshmen, sidomos kur je dhe priti një enorie që është përgjësi e dyfisht. Dihet rëndësia e enorisë, ashtu siç është një familje që lizë, shoqërisë, një familje e mirë, patjetër që krijon një shoqëri të mirë, kështu dhe si të themi ne edhe në kombinat ne jemi një familje, edhe pavarësisht se quhemi enori, unë quhem një familje e madhe. Sot akoma vetëm një përfaqësues më ka ardhur, Konstantini, që u pagzu para Krishtlindjes. Edhe ne jemi një si familje dhe gjithmonë kur flasim për festa të mëdha, unë po flas zero se ku jam para enorisë time, domethënë se vetëm kështu mund të flas, di të flas ndryshe. Edhe patjetër që enoria ka sfidat e saj, ka ato bekime të mëdha nga Perëndia, se kishë është e bekuar nga Zoti dhe veproi hiri Shpirti i Shenjtë, po ka dhe sfidat sepse kudo ku vepron Perëndia, patjetër që aty kemi edhe armikun e Perëndisë të njerëzit, i cili është djalli, i cili si thosh ka babai gënjeshës, si të keqës dhe zilis, dhe ka zili çdo përparim, çdo afrim të njeriu të ri drejt Perëndisë, ose çdo i penduar, i cili kërkon të bëhet antar i rregullt dhe si thosh i drejt i kësaj tenorie, flasim për njerëz që besojnë. Duke qenë atje një enorie vogël, edhe sfidat janë patjetër të mëdha, sepse e shikojmë çdo njeri si një pjesëtar të familjes. Edhe tani që po hyn dhe Kreshmë, unë do përmend edhe disa gjëra, sepse çdo gjë që përpiqemi të bëjmë bashkë me Këshillin dhe me katekistët Këshillit dhe bashkëpunëtorët, sepse Këshilli është një formalitet, se ne të gjithë besimtarët janë antar të Këshillit, nëse mund ta quajmë kështu, sepse të gjithë jemi bashkëpunëtorë. Edhe sfidat janë të gjithë të përbashkëta dhe ne duam që çdo gjë të eci mirë. Edhe siç është para çdo feste, ne sqarojmë dhe kuptimin e kësaj feste, qëllimin e festës dhe pse ne çfarë lloj përgatitjesh duhet të bëjmë që njeriu të përthith ose të bëhet banesë e Shpirtit të Shenjtë, sepse siç thonë shejtorët, sidomos gjatë festave të mëdha, hiri që zbret nga Perëndia, nga Zoti Jezusi Krisht, nga të Shenjtë është akoma më i madh, por është dhe tjetër që dhe rreziku është akoma më i madh, sepse siç thotë Shën Paisi, në çdo festë të madhe, edhe tundimi i djallit është shumë i madh, i cili kërkon të prishë edhe festën, kërkon të prishë edhe gëzimin e festës. Ne pak a shumë kemi folur për Kreshmen, do flas në përgjithësi, pa u futur në detaje. Kreshma është një disiplinë shpirtërore, ashtu siç është lutja, ashtu siç janë dhe shumë gjëra të tjera që ne bëjmë në kish. Dhe Kreshma është një disiplinë e pandashme e udhëtimit tonë, e përpjekjes sonë shpirtërore, siç është lutja, siç janë edhe misteret e tjera të shenjta. E të gjithë këto disiplina shpirtërore, nëse mund t'i quajmë, të gjithë janë të vlefshme. Ashtu siç kam lexuar tek një shejtor i madh Shën Simeon, teologu i ri, të gjithë këto porositë e Zotit janë si kullat e një kalaje, edhe nëse ose si portat. Nëse ne do ruajmë 10 porta dhe nuk ruajmë njërin, armiku do hyj dhe kështjellë do të bie. Prandaj është domosdoshme që ne t'i ruajmë të gjithë këto porositë e Zotit, dhe njëra nga këto disiplina siç është dhe Kreshma e madhe e Pashkës, Kreshma e madhe dhe e hirshme. Është një udhtim shpirtëror, si disiplinë është dhënë nga Perëndia, që me krijimin e njerëzve të parë Adamit dhe Evës, kur Zoti i dha porosia Adamit dhe Evës që mos hajnë nga fruti i pemës së njohjes së të mirë së të keqes dhe nga fruti i pemës së jetës. Qëllimi nuk ishte se pema ishte e keqe ose fruti, ishte që qëllimi ishte Kreshma dhe kultivimi i Adamit dhe Evës, ose si thosh farkëtimi i tyre dhe rujtja e besnikërisë ndaj porosive të Zotit. Pra ishte që njeriu kultivon vullnetin e tij, sepse armiku i numër 1, se dëgjojmë shpesh që thon djalli dhe për çdo gjë fatkeqësisht bëjmë fajtor djallin. Djalli ka atë, si thosh, rolin e vet në të keqe, por shumë herë armiku ynë nuk është djalli, është vetja ynë. Pra kemi armikun e jashtëm, djallin dhe njerëzit shërbëtor të djallit, por armiku më kryesor është vetja ynë, është vullneti ynë, veset tona dhe pasionet tona.
Pra si disiplinë shpirtërore, Kreshma çdo në që në krijimin e njeriut. Pastaj me krijimin e popullit të zgjedhur të Perëndisë Izraelit, Kreshma ishte një disiplinë e përhershme, ashtu siç lexojmë tek paravolia e tagramblesit fariseut që thotë unë agjeroj 2 herë në javë. Plus tjetër, edhe Kreshmën, ato që bënte populli i zgjedhur Izraelit, e vazhdoi dhe e përsosi vetë Zoti ynë Jezu Krisht. Ju dini shumë mirë që Zoti më njëherë mbas pagëzimit, para se të fillonte veprimtarinë publike, këtu po bën një përshkrim historik të Kreshmës, para se të fillonte veprimtarinë publike, Zoti agjeroi 40 ditë e 40 net në shkretë të tjerë. Dhe mbasi agjeroi, pastaj vjen në tundimet e djallit, pra tundimi i lakmisë, i egoizmit, i pasurisë që u tundu nga djalli, dhe Zoti imposhti tundimin e djallit dhe pastaj filloi veprimtarinë e tij publike. Po kështu të gjithë apostujt, siç thotë aty para një vendosje ose diçka tjetër, thotë luteshin, kreshmonin, që të zbulonin cili ishte vullneti i Perëndisë dhe të kishin praninë e shpirtit të shenjtë që të merreshin vendime. Dhe kjo pasaj traditë e Zotit tonë Jezu Krisht dhe apostujve vazhdoi brez pas brezi dhe Kreshma na ka ardhur në formën e cila ashtu siç është sot, që ne kreshmojmë zakonisht 2 ditë në javë të mërkurët premte, të mërkurën sepse Zoti ushqit u trajtua nga Juda dhe të premten u kryqëzua vdiq dhe u varros. Por kisha ka futur një traditë që përpara festave të mëdha të vendoset dhe kreshmën më të gjata, është kreshma e Pashkës, e cila është 40 ditë përveç javës së madhe, se java e madhe nuk llogaritet. Është kreshma e Krishtlindjes 40 ditë, kreshma e të Rëshënjtës 14 ditë, 1 deri në 15 gusht, dhe kreshma e Apostujve që është në varësi të sa zgjat në varësi të Pashkës. Përveç kësaj kreshma është edhe na tregon e përgjegjësinë që ne jemi të varur nga Perëndia. Shumë njerëz sot bëjnë plane sikur Perëndia fakt nuk ekziston. I bëjnë planet e tyre duke pasur bazën në forcat e tyre, në paran, ose qoftë sot një pjesë tek pushteti politik. Pikërisht kreshma na kujtojnë ne varësinë që kemi nga Perëndia. Ne jemi krijuar nga Perëndia dhe pothuaj se gjithçka e jona varet nga Perëndia. Nga ne është vetëm dëshira e mirë edhe vullneti i mirë. Të gjithë gjërat e mira vijnë nga Perëndia, ashtu siç themi në liturgjinë hyjnore në përfundim, çdo gjë e mirë vjen prej së larti, Ati të dritave, pra nga Perëndia. Gjithashtu, po të shikojmë edhe historinë e dhjatës së vjetër dhe të dhjatës së re, edhe të gjithë shejtorëve, jo vetëm para festave të mëdha, por para edhe në vendimi ose një problemi qoftë kishtar, qoftë personal, qoftë familjar ose shoqëror, kisha edhe gjithë traditë ka qenë që njerëzit bëshin lutje të gjata dhe mbashin kreshëm. Pra kreshma është një periudhë ku njeriu merr ndriçimin hyjnor. Ashtu marrim rastin e Mojsiut, i cili para se të merrte 2 rasat me porositë e Zotit, agjeroi 40 ditë e 40 net, nuk futi asgjë në gojë, dhe pastaj mori rasat mori ato porosit nga 2 rasat që janë 10 porosit nga Zoti në malin Sina. Po kështu dhe shumë shejtorë të tjerë e apostujt kanë kreshmuar dhe kanë marrë ndriçim nga Perëndia. Kjo traditë e shenjtë është vazhduar nga etrit brez pas brezi dhe në ka ardhur deri në ditën e sotme. Prandaj është i domosdoshme dhe kreshma. Pavarësisht sot në këtë frymë globalizmi ose liberale, si mund t'i vëmë një emër, është ta marrë mirë. Si thush është jo është mohuar, është injoruar ose është përbuzur kreshma. Po si mund të përbuzim një kreshëm, një mënyrë të tillë jetesë ose vetë përmbajtje, me anë së cilës ne marrim pastrimin e brendshëm shpirtëror dhe trupor, por ne marrim edhe gjë më të madhe, marrim kresaren më të madhe, shpirtin e shenjtë, marrim Perëndinë. Prandaj është domosdoshme kreshma për tu ruajtur. Një tjetër tundim nga djalli nuk është vetëm injorimi i kreshmës, pra ne për arsye mjekësore ose fizike ne mbajmë dietë nga mjekat ose thjesht për të mbajtur trupin në formë dhe injorojmë kreshmën e porositur nga Perëndia, nga Zoti ynë Jezu Krisht dhe nga kisha, e cila nuk je vetëm pastërtinë ose fuqizimin trupor, shëndetin trupor, por mbi të gjitha shëndetin shpirtëror, pra praninë e Perëndisë brenda nesh. Kreshma ka, se thush, është e dyanshme, është kreshëm trupore ose fizike materiale që ne dim nuk ka mishi, domthon mishi dhe qumshti dhe nën produktet e mishit dhe të bulmetit, plus dhe 5 ditë të javës nuk ka as vaj, përveç të shtunave dhe të djelave, nuk përfutemi në detaje,
Por kreshme më rëndësishme është kreshme gjithmonë shpirtërore. Ashtu siç thonë gjithë shejtorët, ose më saktë më qartë ka shprehur që një Angojarti, që ne nuk hajmë mishin e njeriu, ashtu nuk hajmë mishin e kafshëve, por fatkeqësisht hajmë mishin e njeriu me abuzime, me vjellje, me poshtërime, me denigrime, me çdo lloj abuzimi që nuk kanë fund domethënë abuzimet. Dhe edhe unë fokusohem gjithmonë në kombinat që e rëndësishme është kreshma shpirtërore. Madje këtu kemi Konstantinin, e pagzuam para Krishtlindjes, dhe i bëri pyetje dikush. Një ditë po ishim në kafe, ditë javë dhe përkonte si mbahet kreshma vaj pa vaj etj po e ngatronte. Edhe më pyeti mua i thash Konstantin mos më katoj thash. Të tjerë gjithë do t'i tolerojmë thash. Patjetër që e sqaruam më pas që patjetër duhet të kreshme ushqimore, por kryesorja mos më kato. Ndaj Perëndis, ndaj vetes dhe ndaj njerëzve të tjerë. Kjo është gjë shumë themelore të cilët sot shumica njerëzve e injorojnë ose nuk i bëjnë përshtypje. Dhe bëjnë ato përgatitje sikur kreshma është qëllimi i jetës. Kreshma nuk është qëllim në vetvete. Kreshma është një mjet, si gjithë mjetet e tjera, lutja, misteret e shenjta për të na afruar, për të na bashkuar me Perëndin. Nuk është qëllim në vetvete. Ky është kuptimi. Prandaj edhe kreshma si paraprind dhe rrëfimi, shtimi i lutjes, i përpjekjes shpirtërore, pendim rrëfimit, leximi i shkrimit të shenjtë, sidomos i ungjillit, leximi i senaksarve jetëve shpirtërore. Të gjitha ato janë mjete për të na lartësuar drejt Perëndis. Një nga, se më themi ne, tëmetat që kemi, unë kam dëgjuar para shumë vitesh, ka qenë java madhe, do ta citoj, kryepiskopin e lumur të ndjerë Anastasin, fortlumturin e tij Anastasin, i cili mbajti një predikim një nga ditët e javës së madhe. Ishte një nga shëmbulltyre që pjesë e ungjillit që lexoi të ditë, tha kryepiskopi, një nga defektet ose tëmetat e shoqërisë shqiptare është mbajtja e inatit. Nuk falim. Pra në Shqipëri mbajnë shumë inat. Nuk falim. Kjo është një ves shumë i keq i cili e gryen ose e shkatron të gjithë përpjekjen tonë shpirtërore. Sepse nëse ne mbajmë inat, ne tregojmë që nuk e harrojmë të keqen që na ka bërë tjetri. Nga që nuk e harrojmë të keqen, ne e urrejmë për këtë të keqe që na ka bërë dhe e mbajmë mend, dhe kujtojmë vazhdimisht dhe jemi të gatshëm ose në çdo moment të marrim hak ose të hakmerrim për këtë të keqe që na ka bërë tjetri, sipas mundësive, sipas fuqisë të tjerë ose kur vjen momenti. Por kjo mbajtje inati që kemi brenda shpirtit, kjo e turbullon mendjen. Shumë njerëz nuk e kuptojnë. Kjo e turbullon mendjen, e turbullon shpirtin, dhe jo në turbullon mendjen, shpirtin dhe ndërgjegjet, nuk e kemi të qetë, sepse njeriu flen e zgjot me ëndra si ma bëri, qysh ma bëri, si doja bëj etj, por më e keqja kjo na ndan nga Perëndia, pra nga thesaret më të çmuara. Dhe çfarë do të thotë të falim dhe të tjerët në periudhë kreshme? Të falim të tjerët, këto tema do të bëjmë kombinat, do themi dhe si i bëjmë, të falim të tjerët do të thotë kjo është gjë më e madhe, sepse Zoti na jep shlyerjen e mëkateve. Na jep faljen e mëkateve dhe si të themi ne, Zoti gris dorëshkrimin e gjithë mëkateve që kemi bërë, me dashje dhe pa dashje. Dhe shikojmë sa të paditur tregojmë ne me dashje ose pa dashje, sepse Zoti na fton të ngjajmë Perëndis, Ati qellor, i cili fal armikut. Madje ungjilli nesër, do ta shpjegoj edhe të gjithë periudhin, është që ungjilli së ditës së diel është që nëse Zoti nëse u afalni siç u afali, domethënë siç u fal Ati ju qellor, tu afalni edhe ju të tjerëve. Ose më saktë është nëse u afalni të tjerëve mëkatet, dhe Ati ju qellor do t'u afali. Pra Zoti na fton të bëhemi si të ngjashëm me Atin qellor. Dhe sa e lehtë është, sepse falja mëkateve, ne mëkatojmë pafundësisht, me mendime, fjalë dhe vepra, për ditë e për natë, s'ka njëri që s'mëkaton, vetëm Zoti është i parë. Dhe Zoti na vjen një çmim të ulët për të na falur gjithë këto mëkate. Kush është? Të mos mbajmë inat dhe të falim të afërmin tonë. Aq kërkon Zoti. Po kush është i afërmi? Ne kemi në kombinat si një familje, jemi pjesëtarë që vijmë në kishë. Janë njerëz të familjes, janë njerëz që bashkëpunojnë, jemi në punë, shokët e punës, ose një komshi, o bashkëpunëtor ku punojmë, se kjo ose komshi lagje, ose të tjerë kuj, çdo njeri që takojmë. Ky është i afërmi ynë. Këtë duhet të falim. Ky është kusht i panegociueshëm nga Perëndia. Dhe shumë njerëz thonë që më bëri këtë, e dim që shumë gjëra na kanë bërë të tjerat, por nuk është e vështirë, e pamundur për ta falur, sepse me ndihmën e Perëndis ne mund t'i falim të tjerat. Dhe tham, fitojmë qetësimin e ndërgjegjes, fitojmë atë
jo të qetësimi fitojmë të paqen e shpirtit tonë dhe mbi të gjitha fitojmë kthesare qellore bashkimi nga Perëndia. Prandaj unë do ta sqaroj të dielën, do flas për këtë çështjen e inatit që mbajmë ne shqiptarët. Çështjen e inatit dhe të zilisë. Sa njerëz në Shqipëri kanë zili tjetër, çfarë vesh, çfarë han, çfarë pin, çfarë makine, çfarë shtëpie. Ktu është një zili e tmerrshme. Zili gjithçka. Po harron se kjo zili i shkatron shpirtin atij personi që ka zili, sepse ai mendon si do fitoj para, si do fitoj famë ose si do fitoj pushtet dhe harron që shumica parave dhe pushtetet sot fiton në mënyrë të pandershme dhe jo në mënyrë të ndershme. Prandaj është e rëndësishme kjo mos mbajtje e inatit dhe bashkimi me Perëndin, sepse sot për shkak të egoizmit dhe lakmisë për para, sot po ndahen vllai nga vllai, burri po zihet me gruan, prindrit me fëmijët e të tjerë dhe antipatia është bërë jashtëzakonshme. Dihet që këtë lloj lakmie, këtë lloj keqdashje, mbajtje inati, kjo ndodh më shumica për shkak të egoizmit tonë. Ne shumë herë bëjmë fajtor djallin, bëjmë fajtor të tjerë. Jo. Kjo është për shkak të egoizmit tonë. Por e ushqem në mënyrë të vazhdueshme në mendjen tonë djalli, ashtu siç ushqejmë zjarrin duke hedhur dru vazhdimisht që ndrojë ndezur, kështu dhe djalli e ushqen të zjarrin e egoizmit tonë duke na sjellë mendime, duke mbajtur inat, duke u rryer dhe duke menduar të keqen për tjetrin. Patjetër që ai që na bë keq do japi llogari përpara Perëndisë, se gjithë do gjykohen. Ai do japi llogari, por ne nuk duhet ta gjykojmë. Ne nuk duhet mbajmë as inat. Madje Zoti thotë lutuni për armiqt. Lutuni për ata që ju përndjekin. Si tha Zoti në kryq, o Zot fali sepse nuk din se çfarë bëjmë. Ne fatkeqësisht gëzohemi kur të tjerëve ndodh një fatkeqësi. E themi mirë ju bë, e meritonte. Pra këtu në këto mendime që na vinë në mendje dhe i pranojmë, ne kuptojmë sa poshtë jemi shpirtërisht ose jemi të rrënuar fare. Pavarësisht se ushqejmë veten, besojmë jemi lart, por këto mendime që na vinë në mendje dhe i pranojmë, sepse mendimet vijnë nga djalli, por kur ne i pranojmë dhe i mendojmë e proponojmë, kjo tregon që nga ana shpirtërore jemi shumë të dobët. Nuk kemi pothuajse asnjë lidhje me Perëndin. Na ka rrëmbyer ai egoizmi, lakmia e djallit e gjëra të tjera. U ndala më shumë sepse këto janë edhe probleme që edhe ne i hasim në enori, sidomos xhelozia, mbajtja e inatit, keq kuptimi. Edhe këto është një plagë që godet edhe vetë familjen, por godet edhe familjen e madhe e cila është kisha ose jemi ne enoria. Dhe pikërisht ne në kombinat jemi përpjekur aty që të krijojmë një enori të shëndetshme, nëse mund të përdorim një fjalë të tillë, ku njerëzit me të vërtetë të përpiqen të njohin Perëndin. Dhe këtij qëllimi, pra që është pjesë e kreshme së ana shpirtërore, i shërben të gjitha aktivitetet që ne bëjmë bashkërisht me besimtarët. Për shembull, aktiviteti kryesor që ndihmon është kjo që quhet kryepshkope në asas liturgji mbas liturgjive. Ne kemi një ekspres të thjeshtë, nuk është çështja e kafes, ne mblidhemi për të qenë të gjithë bashkë. Aty ne bisedojmë gjithçka, edhe probleme personale, edhe familjare, edhe çështje të besimit. Ose mbajmë një temë, por shumë herë të tilla gjëra ne kemi bërë biseda në tavolina. Po është domosdoshmë të bëhen edhe biseda të gjithë grupit, domthonë siç mblidhemi te kafeja, ashtu dhe predikimi që bëjmë, që hedhëm në rrjetet sociale, që njerëzit të njohin dhe çfarë na mëson Kisha dhe çfarë na mëson Zoti dhe çfarë mësojnë etrit e Kishës për çdo ngjarje, për çdo problem të jetës. Pra pikërisht kjo liturgji mbas liturgjive kësaj shërben, që ne të forcohet lidhja komunikimi, që një problem që ka një besimtar mos e trajtoj me njerëz që janë jashtë enorisë, sepse njerëzit shumica nuk besojnë. Ta trajtoj me priftin, me katekistët, me besimtar që mblidhemi të gjithë bashkë. Dhe qoftë ky një problem i mirë, qoftë një problem shëndeti, ose qoftë një çfarëdo lloj problemi, sëmundje ose pune. Pra ky është qëllimi pse ne mblidhemi aty. Dhe këtij qëllimi ka shërbyer që ne shumicën e pagëzimeve edhe kurorave që kemi bërë në enori, si thoshë besimtarët janë bërë kumbar tek njëri tjetri. Jo pa qëllim. Duke bërë kumbar tek njëri tjetri, forcohet akoma më tepër lidhja e dashurisë. Sepse gjithmonë lidhja shpirtërore është më e lartë dhe më e fuqishme se sa lidhjet e gjakut. Për shembull Konstantin kë morë kumbar ti se harrova. As morë ti? Kishë harruar. Po të gjithë jemi kumbar te Konstantini, se të gjithë ulemi, të gjithë jemi kumbar, por se i smori kumbar, të gjithë ulemi, do e marrësh në martesë. Se ka pagzuar gruan dhe vajzën që kështu kemi punë akoma.
Pra bëhemi të kumbar që tek njëri tjetri në pagëzim ose kuror që të formohet, të forcohet kjo lidhje e dashurisë e të gjithë komunitetit. Pra kështu kemi funksionuar. Gjithashtu ajo klasë, pra ne bëjmë tema, po bëjmë dhe biseda si shumë tavolinë me tavolinë, pra ku flasim unë si prift ose katekist ose besimtarët njëri me tjetrin. Kësaj forcimit të besimit dhe të ndriçimit i shërben dhe shërbimi që ne bëjmë ndaj vetë kishës. Pra shumë punë që ne i bëjmë aty, vetë besimtarë ndihmojnë. Ose te kafeja, ose duke shërbyer te kafeja, bashkë me katekistët edhe me mua, pra qoftë duke pastruar një ambient, qoftë klasën, qoftë kishën, ne i bëjmë bashkarisht. Pse i bëjmë ta? Të forcohet ndjenja e besimit dhe dashurisë ndaj kishës. Që të kuptojmë besimtarë që kisha është shtëpia jone e përbashkët dhe kujdesi është i të gjithëve ne. Prandaj i kemi bërë këto gjëra. Edhe këtij qëllimi pikërisht tjetër shërben dhe kur ne vjen një pjesëtar i ri, siç erdhi Konstantini, gjithmonë nuk kam folur, nuk jemi aty ku duhet, patjetër, që çdo njeri të ri ne ta presim ashtu siç Zoti, të shikojmë tek ai person Zotin Jezu Krisht. Pra siç ishte edhe paravolia e javës që kaloi, te çdo person ne duhet të shikojmë Krishtin. Pra dhe jemi munduar te çdo person i ri që vjen në kishë, qoftë moshë e madhe, qoftë moshë e mesme ose i ri, ne të mendojmë që ka ardhur vetë Zoti Jezu Krisht. Dhe si do ta prisnim Zotin? Do me përgatitje të madhe, me devocione, me gjithçka tjetër. Po këtë pritje ne mundohemi të ofrojmë çdo të riu i cili vjen në kishën tonë dhe kështu pak a shumë është formuar dhe enoria jonë. Se nuk është se ne kishim një enori atje të gatshme ose diçka, kështu filluam, si themi ne, pak nga pak, u shtuam, shumë ka ikur dhe jashtë shtetit. Kemi edhe çështje tjetër që problem që ne, po vazhdimisht po na shtohen. Pra ato që janë vajza presin vajza, ato që janë djem presin djem, ato që janë burra gra presin të tjerë. Dhe një rast që ka për shembull javën e kaluar, po ne vjen një djalë i ri 20 vjeç, ma solli një shok i imi dhe i thash hajde në kombinat. Dhe aty para një jave me një grup besimtarësh, që janë mësuesë shumica dhe i folën për besimin, për gjëra të tjera. Të dielin që kaloi bashkë me dy çuna të tjerë, ishte aty Konstantin duket, i foli Konstantini, ishte një grua tjetër, i foli edhe vetë dhe kështu kemi qëndruar deri në orën 12:30 duke bërë biseda. Njërin nga këto çunat do ta pagëzojmë nesër. Domethënë nuk është vjen as nga familje ortodokse, madje vjen nga Kuçi i Vlorës, nga zemra e Labërisë. Edhe është rrit i vogël në kish, u shkëput për një farë kohe, u rikthye dhe do ta pagëzojmë nesër, do ftojmë edhe këto çuna të tjerë që të bëjmë një si komunitet, si të formojmë një komunitet shokësh që ai mos ndjehet i vetmuar dhe të ndjehet i gëzuar, i ngazulluar se ka një komunitet dashurie që janë edhe moshatar. Kështu kemi vepruar edhe me vajzat e reja, edhe ato që janë 30, 40, 50 vjeçare, po kështu kemi vepruar, kështu kemi funksionuar. Patjetër që për Kreshmën e Madhe ne kalova pak, po ne i shpjegojmë besimtarëve dhe si kisha ka vepruar e ndriçuar nga Perëndia. Dhe mi shpjeguar hap pas hapi, i shpjegojmë ungjillin çdo ditë të diel. Për shembull, do filloj Kreshma të dielën, po ne i shpjegojmë të diela të triodit. Dhe çfarë i shpjegova besimtarëve do t'ia shpjegoj përsëri, si na mëson Zoti. Paravolia e parë e triodit është ta gramblesë dhe fariseu. Mesazhi i kësaj paravolie që është për çdo krishter është për ulësia. Pra ne jemi më mëkatarët, ne jemi askushi pa ndihmën dhe pa mëshirën dhe pa faljen e Perëndisë. Dhe pikërisht fillimi i besimit i Kreshmës së vërtet fillon me përullësinë, pra me përullësinë e ta gramblesit, i cili tha: "O Perëndi, fal më mua mëkatarin." Këto jemi munduar të fusim se në ri. Nuk ka njeri pa mëkate, nuk ka njeri pa defekte ose pa vese. Të mundohemi bashkarisht të plotësojmë njëri tjetrin që të ecim si një trup ose si një familje e madhe. Tjetër paravolia e dytë, e cila është djali i planprishës, kemi theksuar rolin e pendimit. Pra e para është dashuria e pafundme e Perëndisë, i cili nuk mban mend të keqen, nuk mban mend të ligën siç iku djali i vogël, por pret me dashuri pendimin tonë. Dhe pikërisht ecësuria e djalit të vogël, planprishës tregon ecësurinë e pendimit. Pra përullësia do shoqëruar me ndjenjë të brendshme pendimi. Pastaj djela e tretë është gjyqi i fundit, në të cilët theksohet që Zoti nuk do gjykojë bëm shumë lutje, mbajtëm shumë kreç se çon ca nuk hënga vaj nuk bëre këtë. Jo, duhen këto patjetër, por qëllimi kryesor janë veprat e dashurisë dhe të mëshirës, siç Zoti isha i etur, isha i zhveshur, i huaj në burg, në spitale të tjera. Pra Zoti kërkon vepra dashurie. Ne në kombinat jemi përpjekur
që shumë gjëra në kishë, ose pothuajse gjithçka, e kemi bërë mendimin e besimtarëve, të gjithë atyre siç vjen, por ja munduar në mënyrë të fshehtë aq sa është e mundur disa familje të lidhë me disa të varfër ose që kanë probleme të rënda shëndetësore të ndihmojnë në mënyrë të fshehtë. Pra kemi bërë një lloj, si më thënë, binjakëzimi. Kemi arritur disa persona të lidhë me disa të sëmurë. Unë i di pak a shumë, sepse vetë janë bërë ndërlidhës, por këtë du të ashtrit tek shumica atyre. Aq sa ka mundësi, 5 lekë, sipas mundësisë, sipas gjendjes dhe sipas dëshirës. Kjo është një tjetër diçka që kemi filluar, por du ta thelloj më tepër, ta bëj pjesë të përhershme të jetës së çdo besimtari. Pastaj do të shpjegojmë për ditën e pasnesme që është kreshmimi dhe falja. Një element unë sqarova, pra sa e rëndësishme është mbajtja e natit dhe falja. Pastaj kalojmë në të dielën e parë të kreshmës, e cila është diela e ortodoksisë, në të cilën ne kremtojmë atë triumfin e ortodoksisë. Pra sado që ka duke sikur ardhmja është e mëkatit, e pushtetarëve të botës, jo, ardhmja është e Zotit. Ardhmja jonë personale, familjare dhe shoqërore. Dhe triumfi është e ortodoksisë, i besimit të vërtet, e mësimit të kishë të traditës së etërve. Pra do ta theksoj me forcë që mos kemi frikë, as mos ndjemi si të thush minorancë, jo, ne kemi besimin e drejtë. Do i kujtoj të nga një libër historie që kam lexuar, kalojmë pak nga tema, për çfarë bënte kisha gjatë sundimit otoman, 500 vjet. Dihet që nuk është si sot, gjatë sundimit otoman krishterët kishin një veshje tjetër inferiore, nuk lejoshin kisha të mëdha etj. Pra ndjeshin, trajtoshin nga pushtuesit si njerëz të dorës së dytë. Dhe çfarë mësonte kisha? Mund na trajtoj pushtuesi si njerëz të dorës së dytë, por ne kemi besimin e vërtetë, ne kemi dinjitetin, ne kemi familjen, ne kemi traditën. Pra kjo duhet na mbaj gjallë dhe sot, që të ecim me besim dhe të ecim përpara, sepse tham me fuqinë e Perëndisë çdo gjë arrihet. Pastaj nuk po ndalem me të diela tjera të kreshmës. Do kemi kohë të flasim për ato, por çfarë kemi bërë tjetër në kombinat, pra tham çdo njeri i ri që vjen ne presim, tjetër në funksion të lartësimit shpirtëror, ne kemi bërë që tham të gjithë punët në kombinat i bëjmë bashkarisht, por tani vjen të kremtët himnet akathiste dhe ne kemi bërë si plan, çdo vit ne besimtarët një familje merr përsipër zbukurimin e ikonës. Ka njerëz që duan ta bëjnë çdo vit. Unë kam vendosur një rregull që zbukurimin e ikonës këtë vit, e filluam edhe ky vit, do ta bëjnë njerëz që nuk e kanë zbukuruar asnjëherë. Kur të ngelim, ai që ka dëshirë ta bëjë për së dytë për së tretë. Dhe këtë vit do ta bëj Konstantini, si mirë se ardhur, i porsa ndriçuar, e ka marrë përsipër. Pra është një rregull, pse e bëjnë këtë? Që njeriu të afrohet akoma më tepër me Zotin. Ti tregojnë çfarë është himni akathist, pse zbukurohet kjo ikonë për nder, s'ka nevojë shëtmërie për të zbukuruar ikonën, por tregon dashurinë, respektin tonë ndaj të shenjtës, dhe ndaj kishës dhe ndaj Perëndisë. Gjithmonë këtë respekt ndaj kishës, gjithmonë ne do ta kanalizojmë, kemi folur me gjithë besimtarët, edhe ndaj të tjerëve. Edhe nga ana shpirtërore duke i ofruar dashuri, por nga ana monetare, materiale duke i ofruar ndihmë. Tjetër, kush është një aspekt, për shembull kur ne kemi bërë feste gjithmonë të mëdha. Çdo lloj feste, Pashk, Krishtlindje ose festat e kishës i kemi organizuar si komunitet. Pse kemi bërë këtë? Ka dhe mënyra të tjera, por kemi bërë qëllimisht që gjithë komuniteti të ndjehet i vlerësuar, i gjithë komuniteti të shprehë dashuri ndaj Zotit, ndaj kishës edhe ndaj të tjerëve, sepse nxitet bashkëpunimi i besimtarëve njëri me tjetrin. Pak a shumë i dini, sepse ne i hedhëm në rrjetet sociale gjithë këto aktivitete që bëjmë, pra marrim pjesë siç pritëm kryepiskopin për festën e Shëllkanasit, gjithë kishën e pastruan gjithë besimtarët, ajo dhimën çunat. Po kështu klasën e gjithë ambientet jashtme erdhën disa burra, disa gra, disa të rinj që zbukuruan gjithçka. Edhe koktejlin që bëm, ato ishin paratë besimtarëve, po jep ca detaje për të ditur dhe gjithë ushqimet, gjithçka u përgatit dhe u bë nga vetë besimtarët, me krye katekistët dhe këshillin. Pra gjithçka për të përforcuar atë unitetin, harmoninë si një familje. Po kështu edhe tek epitafi, ose fusim të gjithë njerëz para për të blerë lulet, ose kur zbukurojmë epitafin, aty mblidhen 6-7 gra, 5-6 burra që shoqërojnë dhe gratë, dhe bashkë me fëmijët e tyre, të gjithë zbukurojmë epitafin. Pra kjo tregon për mua ka një vlerë të madhe, sepse tregon komunikimin, bashkëpunimin që kanë besimtarët njëri me tjetrin. Dhe të gjithë marrin pjesë në këtë gëzim. Kjo është pak a shumë se si kemi funksionuar edhe
edhe si enori. Tjetër qëllimi i lartësimit shpirtëror është dhe ndihma ndaj njëri tjetrit. Unë po ju tregoj një sekret që disa vetë në enorin tonë, 5 vetë i diun pak, në 6 vetë, janë futur në punë duke u ndihmuar nga vetë besimtarët e enorisë. Nuk do përmend emra, disa mund t'i dinë, pra janë futur burra dhe gra nga besimtarë që kanë biznese ose kanë ndërhyrë të miq e shokët të tyre për të futur në punë. Unë këtë quaj një arritje e madhe, se kjo tregon edhe kultivim shpirtëror, edhe ndihmë që japin besimtarët ndaj njëri tjetrit. Pra është pjesë e kësaj punës shpirtërore që njeriu të përgatitet dhe të jetë sa më afër Zotit. Edhe diçka tjetër që fillon kreshma, do i sqaroj besimtarët në kombinat, meqense një pjesë janë të pagzuar dhe të kurorzuar, i gjithë familja është e pagzuar dhe është më lehtë për të mbajtur kreshma si një familje. Disa të tjerë, disa persona janë të pagzuar në një familje, burri ose gruaja, disa nuk janë të pagzuar, një nga bashkëshortet dhe gjithmonë i kanë theksuar, kreshma do mbahet në harmoni burrë e grua. Kreshma të mos jetë pretekst për të futur sherrri. Kreshma ushqimesh edhe kreshma trupore, sepse ka pasur dhe probleme, nuk është se s'ka pasur, prandaj po e theksoj, gjithmonë i kam sqaruar. Kreshma duhet bëhet në harmoni, siç thotë Shën Pavli, që burri me gruan duhet të merret vesh, ose edhe me fëmijët. Pra kjo është një problem që na ka dalë dhe deri tash e kemi zgjidhur, sepse jo të gjithë besimtarët që në vend janë të pagzuar bashkë ose janë të kurorzuar. Pra kreshma nuk duhet të jetë një shkak ndarje, përçarje, por duhet të jetë edhe një shkak për afrimi ose rritjes më tepër dashurisë midis bashkëshorte ose edhe fëmijëve, se mund të jenë pagzuar fëmijë, por nuk janë të pagzuar prindit, kemi edhe nga të tillë lloj. Dhe si unë kam biseduar edhe vetë me prindrit, që të bëjnë maksimumin që fëmijët e tyre të mbajnë kreshëm ose të vinë në fëmijë. Pra problemet janë kudo për enorin e të tjera. Kemi edhe të tjera, po si pyetje. Pra kjo është për kreshmën, tham edhe një herë, mund të bëjmë edhe po na pyetët të tjera sqarime, se unë nuk i lexova këto që kisha shkruar, se kemi shkruar gjëra të tjera. Thash po mirë po ecë kështu që na kujtohet. Edhe kjo do ishte edhe më e rëndësishme, pra të gjitha këto që i thash çfarë bëjmë në kombinat janë në funksion të lartësimit shpirtëror. Nuk janë qëllimet vetë, as të ndihmojnë të varfrit, as pim kafe bashkë, janë të lartësimit shpirtëror dhe të bashkëpunimit midis besimtarëve si një familje, si një trup i vetëm. Tu kemi edhe Konstantinin që mund të na thotë përvojën e vet personale, pavarësisht i ri, si ka ardhur në fillim, si është ndjerë, si të tjera. Ne krijon dhe atë bashkëpunimin që ne kemi midis njëri tjetrit. Edhe mendoj që ajo që ju dhe ne kemi krijuar ajo mbas liturgjisë është gjë shumë e rëndësishme, sepse në liturgji asnjë nuk ka pyetje, se s'mund bëjmë pyetje, atje ne mund shkëmbejmë mendim, mund bëjmë pyetje. Dhe patjetër njeriu gjen një përgjigje, qoftë shpirtërore, qoftë historike, qoftë patjetër kemi bëjmë komunikim. Patjetër, është gjë që ne na shërben gjitha. Ardha ime ka qenë rastësore dhe unë kam pasur faktikisht unë jam lindur e rritur në Vorë. Vora nuk ka kish. Patjetër duke qenë se jam rritur në një familje ortodokse, po jo shumë radikale dhe respekt ndaj normal komunizmi ka për të vetën. Po, patjetër. Dhe kam pasur diku një vit tu, një ditë bukur, shikoj që ishte hapur kisha atje. Makina ishte në servis, thash shi ishte, thash po shkoj këtu se e kam afër. Dhe ndërkohë atje lindi ajo që erdha komunikimi me Atë Emanuelin, pastaj çdo diel atje ulim ka një ditë tha do rish edhe çik ta mbas liturgjisë, pimi kafe, diskutojmë, ne jemi komunitet. Dhe aty pastaj ngela si i thonë galas, patjetër që u pagzova. Zgjodhëm dhe emrin, bëm dhe datën e pagëzimit dhe patjetër kjo është kënaqësi dhe shpirtërore dhe shumë me vlera për jetën që ne bëjmë dhe duhet bëjmë. Kjo unë mendoj që është shumë e mirë që tha Atë Emanueli, ndihmojmë njëri tjetrin, krijojmë komunitet të mirë, jemi praktik dhe ajo prakticiteti është gjëja më e mirë ku ne mund të flasim me njëri tjetrin. Kjo është ajo që na ndihmon. Këto që tha Atë Emanueli, gati ne i themi edhe çdo diel aty, do të thënë janë gjëra që nuk kam çfarë të shtoj më tepër, e kupton. Kjo është për mua është kënaqësi edhe që jam këtu.
Për një kohë të gjatë kam mbajtur kreshëm të pjesshme për arsye shëndetësore dhe për këtë kam penalizuar gjithmonë veten, e kam vetë censuruar, nuk jam kunguar. A mund të marr kungim si gjithë të tjerët në një kohë që nuk mbaj kreshëm si ata? Nuk e quaj veten të denjë si të tjerët që kanë sakrifikuar dhe unë të vete të marr, por e marr ditë më përpara. Joana, dëgjoj. Jo atë ditë që e marrin të tjerët. Ta që unë harrova një çështje këtu për do ta theksoj tani. Para disa vitesh në bëm diçka të mirë në kombinat. Mora Hirsina Kanaili, që tash ka ikur mitropolit Gjirokastër dhe mblodhet shumicën e besimtarëve, do të thotë para, më duket ka qenë para pandemisë dhe u rrëfyn pothuajse të gjithë. Shumica e besimtarëve që ne kemi në kombinat janë të lidhur me një atë shpirtëror. Pse është e domosdoshme? Sepse si ishte një nga pikat që harrova, sepse ati shpirtëror, çështja e kungimit dhe kreshmës është e përgjithshme në Kishë që ne flasim, por këtë në çështje personale që edhe unë, edhe çdo person, edhe çdo besimtar që vjen në ky kombinat, unë e drejtoj tek ati shpirtëror, sepse çështja e kungimit dhe kreshmës është çështje personale që njeriu e diskuton me atin shpirtëror. Pra duhet ta diskutosh me atin shpirtëror. Nuk mund të them sepse në qendër keni etër shpirtëror dhe rrëfimi, harrova t'ju them, është një element tjetër i domosdoshëm, ashtu siç është kreshma, siç është lutja. Një element i domosdoshëm i përparimit shpirtëror. Madje unë pas nesër do flas në kombinat, do t'i nxis akoma që të gjithë besimtarët të rrëfehen, të kenë një atë shpirtëror, është i domosdoshëm. Madje unë po i tregoj edhe si eksperiencë personale, disa vetë në kombinat që unë i njoh shumë mirë, sepse unë pothuajse njoh shumë mirë të gjithë kombinatet, i kam ndaluar të kungohen. Ju mund të thoni nuk ke të drejtë të ndalosh. Unë kam dhënë diku të drejtë sepse jam priv. Çdo priv administron ministeret e sheta. Unë duke ditur disa detaje të jetës aty, kam thënë nuk mund të kungoheni pa u rrëfyer. Dhe ato e di. Dhe më kanë dhënë fjalën Zotit, që është dhe më mira për ata që të rrëfehen, që ati shpirtëror t'i udhëzoj kur dhe si do kungohen. Shumë e thjeshtë. Kemi atë Aleksin, kemi dhe atë Ignatin dhe mund të merrni një këshill nga ata për nevojat tuaja dhe për bisedat tuaja, sepse siç ne marrim bekim për të kunguar, marrim edhe bekim për të mos u kunguar. Ti nuk mund të penalizosh veten tënde, siç edhe nuk mund ta shtysh më shumë se ç'duhet veten tënde. Është një lloj si ne priftrind kur shkojmë për të meshuar, marrim bekim nga peshkopi, ne të gjë bëjmë edhe kur nuk mund të meshojmë, marrim prapë bekim nga peshkopi. Nuk mund të vendosim me mendjen tonë të meshojmë ose mos meshojmë. Të gjykojmë veten tonë, të bëjmë vetë. Kështu që një nga të dy jetërit që kemi mundësi këtu në Tiranë, mund të takosh nga afër dhe të serve. Nuk kam specifik për kreshmën, por do e lidh me kreshmën. Sa ndikon ekonomia e kishës te kanonet, për shembull një nga kanonet është që nuk lejohet kreshmosh këtu në dielën. Ndërkohë sot ajo ka rënë, pothuajse. Sa ndikon edhe pjesa e kreshmës ekonomia e kishës? Këtë kanon ku e keni lexuar, ku e keni parë që ka rënë? Sepse siç e tham për Joanën, ashtu e them edhe për të gjithë tjerët. Ka një atë shpirtëror, ka një person i cili ne diskutojmë për gjërat tona të veçanta. Kisha nuk ka kreshëm të shtunën dhe të dielën. Nëse një besimtar përgatitet shpirtërisht çdo të mërkurë, çdo të premte, po gjatë kreshmave të shtuna dhe diela janë ditët që është më e butë kreshma, lejohet edhe vaj, edhe vera. Urdhë? Ekonomia e kishës ndikon dhe ky nuk është ndikim, ky është një kanon i vendosur që kështu është, ndërkohë që nëse ka raste të veçanta, shikohet për të ndihmuar jetën e personit. Ajo është më e rëndësishme. Në lidhje me këtë doja të thoja, domethënë, pse e preku pak Joani, më shumë nga ana ime personale duhet pasur më shumë kujdes, domethënë, sepse ati shpirtëror nuk është vetëm për kreshmën, por është për gjithçka që ty të lidh me kishën dhe kur je pjesëtar i kishës që nga momenti që ti pagzohesh ose unë pagzohem, duhet jem shumë i kujdesshëm, jo vetëm për veten time, por duhet jem i kujdesshëm edhe për atë që kam përballë, domethënë, sepse është shumë gjëra që neve i lexojmë, shumë informacion që ne marrim. Fillimisht duhet mendojmë që të jemi kujdesshëm për atë që kam unë përballë dhe atë që unë them, dhe shpeshherë kur themi ekonomia ynore ose kur themi kanonet,
Duhet bëjmë shumë kujdes, do me thënë, kush jemi ose çfarë përvojë kemi ose çfarë informacioni kemi, do me thënë, edhe kur vim, kudo kur shkojmë brenda institucionet kishës ose kur bëjmë mbledhje ose diçka, duhet pasur kujdes, do me thënë, dhe ati shpirtëror nuk është vetëm për Kreshmen, por është për gjithçka që ty të lidh me kishën ose mua më lidh me kishën. Në gjithçka brenda në kishë nuk mund bëjmë me kokën tonë dhe nuk mund shprehemi sipas asaj që neve na vjen për momentin mirë që në gjithë shka të mendojmë dhe pasaj duhet thënë apo s'duhet thënë këtë kisha më shumë. Sepse këtë unë e kam hasur afërsisht 35 vite që nga 91 deri në tani. Edhe shumë gjëra që lindin brenda kishës, duke marrë skizma ato se shumë gjëra të tjera, lindin nga këto gjëra, domethënë. Nga këto detaje që mund duken të vogla fillimisht, por më pas bëjnë shumë të ndaja dhe shkatrojnë shoqëri, shkatrojnë familje dhe shkatrojnë shumë gjëra. Pamja e parë mund duket sikur forcohet besimi, po nuk forcohet besimi, domethënë. Edhe ai që është gënjejt më shumë është vetë personi. Këtë kisha. Prandaj siç e thash unë një pikë, që thash është domosdoshëm rrëfimi dhe lidhje me një atë shpirtëror, është i domosdoshëm. Si? Është i gjithë jeta, është i gjithë jeta, personale, shoqërore, familjare, kishtare, është i gjithë jeta. Prandaj u thash, në kombinat jemi përpjekur që çdo njeri të ketë një atë shpirtëror. Si pak a shumë i diellun ligjin në përgjithësi, po jo për detaj, do bisedosh me atë shpirtëror për fungimin, për gjërat. Ja për shembull, është një person e martuar e pa kurorzuar. Më filloi të pungohesh shpesh, jo çdo të gjë. I thash, nuk e ndalova ty, thash, mbas meshë do të takoj. Sepse i njoh, kam konfidencë me të gjithë ato, i thash unë je pa kurorzuar, pse të pungohesh, i thash. Shpesh, sepse 3 herë në vit, unë mbaj mend që kryepiskopja në asas na pasoi të pa kurorzuarit 3 herë në vit, pas Krishtlindje dhe ujit bekur se 15 gushti. Pse, i thash? Krusë ti rrëfesht e atë shpirtëror, më ka thënë atë shpirtëror, nëse ta detaj që thotë do fungosh sipas të rregullosh, në rregull këtu të rriqen, se këtë duhet ta dija. Shumë të tjerë që nuk kurorzonin kanë thënë tu do të penalizoj, unë nuk të lejoj. Madje njëherë më shajti, unë do ikin nga kisha jote, më shajtin për buzë, do ikin në ngjillëzim apo mo. Ti mund të ikësh në ngjillëzim, thash, po ti hap luftë me Zotin. Nuk është ku ngata gjë qefi. Sepse ka të pagzova, bashën burgut nuk më erdhën në kuror, po anullova në momentin, nuk të loj të kungosh, as ty as vajzën tënde, thashë. Etj. Iku 3 muaj, pastaj u kërkoi falje prapë aty vjen. Thosh rregullat janë shumë të qarta. Unë nga që njoh të gjithë se kishe vogël, unë di kush kungohet, ku kungohet, sa kungohet, unë njoh të gjithë. Se kjo është detyra e priftit, se ka një gjëra shumë të shenjta. Edhe prapë akoma duhet nevojë të sqarojmë. Sepse filluam këtë dielën që kalon një bisedë, unë do filloj të dielën prapë përsëri ose ndoshta në predikim do shpjegoj këto detaje, më tepër detaje shpirtërore dhe pastaj të nxis që patjetër të shkojnë të rrëfen, ai që s'ka atë shpirtëror patjetër të marrë një atë shpirtëror, sepse janë të domosdoshme. Edhe për parimin e tyre shpirtëror, po. Atë Manueli bekimin tuaj. Edhe shumë faleminderit për reflektimin dhe për këtë takim që po drejtoni. Çfarë më bëri përshtypje është një citim nga folklumturia e tij Anastas, në lidhje me kulturën tonë si shqiptar, me popullin tonë. Unë mbaj mend shumë atë popullin tonë. Ka bërë përshtypje. Shumë i veçantë dhe shumë rrallë kam dëgjuar që njerëzit të jenë në gjendje të kapin thelbin e mendësisë shqiptare siç e ka kapur ai, po sigurisht ai ishte njëri i shenjtë dhe ishte i ndriçuar. Por është e vërtet, ne mbajmë shumë inat, e marrim shumë për personale atë që i themi njëri tjetrit. Edhe na ndikon shumë jetën, shumë cilësinë e jetës kjo gjë. Unë mendoj që kjo vjen do shpirtin ajo dhe njeriu merr pasaj vendime të drejta. Por unë mendoj që kjo vjen nga që ne nuk kemi besim te njëri tjetri. Thellë ne jemi të përçarë, të fragmentuar, ndoshta në shekuj, gjeopolitika ka bërë të vetën, historia jon ka bërë të vetën, po jemi shumë të përçarë si popull. Nuk na bashkon diçka, po të shikosh popujt e tjerë rreth e përçark nesh, i bashkon feja, sepse identiteti besimit të bashkon, të bën që ti të jesh një. Se sidomos krishterët janë një në Krishtin. Dhe po ju lutem na mësoni ose na thoni ndonjë reflektim ndoshta edhe nga jetri shpirtëror, si të falim, si të arrijmë në atë lloj lartësie shpirtërore
që të falim, mos e marrim kaq shumë për personale, edhe të vazhdoj jeta një çik më mirë sa. Tash kjo punë është sfidë edhe personale, edhe familjare. Ju nuk bani natë. Edhe në kombinat që folën në këtu gjëra, për një çështje ose për dy tre çështje shumë ka pasur xhelozi, ka pasur inate, ka pasur s'kan folur njëri me tjetrin. Si, domethënë unë di se ose din ato persona dhe që kemi hequr ose vështirësi për t'i afruar ose për t'i pajtuar. Edhe këto gjëra që bëjmë, jo pa qëllim, se s'është problem pastrosh një kish, pikërisht që të afrohen njëri me tjetrin dhe të falin. Për një fjalë goje, kot fare, kanë xhelozi, smirnjen, mos kujto se nuk ekzistojnë. Janë shumë të vështira. Dhe unë i kam thënë gjithmonë që jo i kam detyruar, dhe unë i kam nxitur, duhet të luten. Duhet të lexojnë dhe shkrimet e shejtarëve të ndriçohen. Se këto gjë nuk arrin vetë. Njerëzit arrin, e shikoj nga vetime, shumë herë njerëzit mendojnë që gjëra shpirtërore vinë vetë, vinë kështu si nuk vinë kur pa një përpjekje. Madje edhe kreshma, siç e thash, është një intensifikim i përpjekjes shpirtërore, që konsiston më tepër lutje, më tepër leximi i Ungjillit, shkrimit të shenjtë dhe i jetës së shejtarëve, sepse në zbatim në praktikë i Ungjillit. Prandaj edhe shpjegojmë këto diellat e triotit, pra si vjen ky lartësimi shpirtëror, pra si thënë për ulësia, pendimi, falja, lëmosha, të gjitha këto tregojnë rrugën. Dhe pikërisht kjo fjalë është përpjekje personale s'është. Unë shumë herë ulem lexoj vetë. Lexoj e detyroj veten. Shumë herë na merr rutinë, jo televizori, telefon, shumë herë ulem lexoj vetë. Shumë herë ulem rridh me njerëz kombinat që shumë të tjerë ka thotë si ja vlen fare të rish me atë, si harxoj energjitë, si merresh me njerëz me probleme. Jo, më kanë thënë të vërtet. Ai me të vërtet ka probleme. Po detyra jonë është të punojmë. Dhe kemi arritur, për shembull, vjen një djalë aty i ri, e kemi pagzuar, s'du përmend emra dhe erdhi mamaja në fillim s'donte të vinte as në kish. Erdhi një herë kishte pirë ilaçe tensionit, kishte shkuar 20 tensionit, po aty nxorri natin duke folur me mua. 2-3 shok tha, si merresh me njerëz të çmendur më tha mua. Kjo është puna ime, thash. Unë kam me dëshirë këtë punë, thash. Dhe arriti ky djalë është pagzuar. Tash i bëj lexon apostullin aty në kish. Shkon te psaltiri, vjen dhe mamaja në kish. Po bën përpjekje ta ndihmojmë të gjejë një vend pune, që të largohen nga mëkatet e tjera. Pra, nuk ka gjëra të pamundura. Thjesht ne duhet të bëjmë atë përpjekjen tonë. Jo, nuk duhet të gjykojmë të tjerët. Unë shikoj këtë çështje, se thash duke qenë dhe priv, kam enoritë, e pakat e vogël, po ka probleme nëse do të punosh. E shikoj më tepër të punoj me veten, duke punuar me veten mund të ndihmoj të tjerët. Po s'punove me veten nuk i ndihmon të tjerët. Mesim të ajo fasadat, se janë njerëz kështu, se bëjnë kështu, jo se gjithë njerëzit do rregullohen, jo. Po më ka thënë një herë një person, si ja del me filan të tjerë. I kam thënë te çdo njeri do të shikojmë të mirën që ka ky njeri. Të nxirrim të mirën dhe të angazhojmë të mirën që ka ky njeri. Shikojmë të keqen e tij tjetri, ata ngasmosh tek e keqja do ta bësh armik. Të shikojmë të mirën të ky person, të nxirrim të mirën, të angazhojmë të mirën. Vetëm kështu mund të ecim përpara. Ai sa kemi arritur që kemi bërë ose që ka ecur enoria ajo që është aty jemi. S'kemi të bëjmë të tjetër. Kështu kemi arritur edhe me njerëz të tjerë. Nuk më takon mua të gjykoj shumë herë, ose gjykoj më shumë se sa ata, kur mërzitemi ose prapë them me këto do të bashkëpunojmë. Me këto njerëz do punojmë. Dhe shumica e tyre njerëzve janë bërë nga gjëra që njerëz nuk i mendosha fare. Ja tregoj një rast edhe një gruaj e re para 2 muaj, 3 muaj. I kishte kush numrin për Trisai. Unë se njihje fare. Kur më te kishëm po mund telefonin natë para s'ka makinë, po thash do ikim këmbë, tash. Mora një besimtar Edisonit, s'ka marrë të këvar Edisonit, tash. Hajde thash amant lutem do na çosh pak në Varrezë, tash po tregojmë nga jeta e përditshme. Mirë më tha. Erdhi kjo, u gëzua për kjo, dhe tash na vjen, nuk është fare lagj sot, na vjen aty herë. Ka dhe probleme personale, unë i di se mi ka thënë, dhe përpiqem nga ky njeri të bëjmë më të mirën. Dhe na ndihmon vazhdimisht. Nga ana më simullanjes, që ndihmon që bën biseda fetare, shumë herë na bëjmë biseda familjare, Konstantini ka qef mohabete historike për shembull, edhe na ka futur në biseda fetare që të ngulmojmë më tepër. Dhe kemi të përhershme, edhe ndihmë, domthonë shpirtërore, edhe ndihmë financiare. Madje kjo na detyroi që tashmë ne kemi shpërndar librat e meshës, gjatë meshës, që të psalim të gjithë, bëjmë praktik këtë diell. Te këto njerëz që janë domthonë të ri dhe deri 40-50 vjeç që kanë më të lesh, shpërndam ato libra të vegjël të meshës që të ndjekim psaltin.
Tash është histori tjetër si do përputhemi me psaltet, tash që të psalit të tjerët, por kështu pra tek çdo njeri të jemi më të mirë. Po do të fillojmë nga vetja, po të fillojmë nga vetja duke është e pamundur. Se është shumë e lehtë të gjykojmë. Atë Manueli të falenderojmë shumë, mund të zgjasim akoma edhe më shumë, por çdo gjë ka orën e vet, ka kohën e vet. Ishte kënaqësi që ju kishim këtu, nuk e dini se kanë pyetje të fundit përpara se ta mbyllim të falenderoj. Edhe nëse mund të psalim për lëshorën e lindësës, e urimëzimit, kemi çuna këtu Konstantin. Sot është nisi. Sot është nisja e shpëtimit tonë dhe shfaqja e misterit të qëmotëshëm. I biri Perëndisë bëhet i biri birgjëreshës, dhe Gabrieli ungjillëzon këtë gëzim. Prandaj le ti thërresim hynindëses, gëzoj plotë Zoti është bashkë me ty.